Kemi një lajmërim për ju. Në Tru Podcast sapo janë hapur kurset për komunikimin publik, komunikimin politik, leadershipin dhe komunikimin logjik. Pra, mendimin kritik, se si neve të formsojmë mendimin kritik. Shumë kush nga ju mund të pyes çfarë na duhet neve kjo? Na duhet sepse kudo që ne shkojmë, në çfarëdo lloj pune që bëjmë, kemi të bëjmë me komunikimin me njerëzit. Ajo çfarë neve ofrojmë në Tru Podcast është kurse online ose fizikisht, tek e tek, ose në një grup prej maksimumi 5 vetash, praktik, jo vetëm teori boshe, dhe ushtrime që do bëhen në grup, do mbroni tema, do mbroni pro dhe kundër një argument cilin juve besoni ose jo, por jeni të detyruar të mbroni për arsye akademike dhe për ta përvetësuar mendimin logjik. I gjithë ky kurs është i bazuar në 90% praktik, 10% teori. Si ti përballesh frikës që ke ndaj kamerave? Si ti përballesh frikës që ke nga shumë sy që të shohin gjatë një fjalimi publik? Eja dhe bëu pjesë e këtij projekti, sepse unë sapo e mbylla një kurs tani me një njeri që merret me politik. Eja, se kur vjen ai që merret me politik, i majnosat nevojit e tyre. Na kontaktoni në info@trupodcast.media ose në 069 80 55 554. Ju presim